Një prej lagjeve më të mëdha në fshatin Qerret i Vjetër prej vitesh është lënë në harres. Rruga që përshkon lagjen nuk është më shumë se sa 700 metra dhe ndodhet në gjendje të mjerueshme. Banorët me shpenzimet e veta mundohen ta mirëmbajnë, por shtina e reshjeve e ka rënduar situatën. Fëmijët e kanë më të vështirë për të kaluar rrugën e për të luajtur. Kështu është rruga juaj te lagja? Kështu është, por ka vetëm rreth ushqidesh për balt. Po këtu kaloni? Jo, ne kalojmë që andej. Por seri balt është? Për seri balt është, por nuk është aq shumë balt sa shkthej. Kjo rrugë që është shtruar, që e shikon në këto pjesë që është këtu, e ka shtruar me shpatullat e veta. Se këtu ka qenë si knet. Kemi 45 familje që kemi kaq vite, 30 sa vjet demokraci, që as korrent kemi, as rrugë. Rrugën e kemi mbajtur me para tona. Se 45 familje që janë të gjitha banueshme, fëmijët kanë ikë ne, po janë prindrit këtu. Përveç rrugës, edhe linjat e transmetimit të energjisë elektrike janë ato që kanë qenë para viteve 90 dhe banorët kanë vendosur vetë shtylla hekuri për kablot. Tensioni ulët, shpesh herë na prish pajisjet elektroshtëpiake, shprehen banorët. I knaqë makinat e hekrave me elektroshtëpiake. Vemi blejmë atje, vemi zijmë dhe me ato vim shtëpi një muj digjen. Tani ç'të bëjmë ne? Na bini korrendi, kemi kaq vite, do bjem. S'kemi punë me politik, nuk jam as një krahu. Unë fëmin, djalin dhe burrin e kam jashtë shtetit, nuk më intereson politika, kush të bëj punën, të marri paran, kush të bëj për popullin, marri votën, këtë jemi ne, kemi ankesë, këtë gjë. Erdhi djali vjetë për pushime, u fut për të larë, u doj që po më pare le, që a thua mami hajdi Shqipëri, tha. Edi Rama në mire, ka Edi Rama se ka njerë plejt vetëm, të gjithot këthejnë imigrantët vinë Shqipëri, pa to vinë këtu nuk lahan do të mërzitën ikin, nuk shtilet makinën të abin të familja, se u prishet. Telat na kalojnë si për shpive. Telat e Enver Hoxhës janë, ato tela vazhdojnë akoma, vetëm me parat e tona. Ska, korrent ska, gjitha s'kan, tu vazhdojnë posin me sjetë. Keni kërkuar që ndryshojë transformatori? Po, kemi kërkuar, po akoma nuk kanë... Ka vajtur ankesa, po neve akoma nuk kemi në atë pjesë që të na thonë okejnë. Jo, po. Korrent s'kemi, rrugët probleme kemi, çdo gjë, votat vini marrin, dritat i paguaj, nuk kemi, me taksa jemi në rregull, çfarë kemi me tjetër? Ju siç e shikoni dhe vetë, rrugë s'kemi, korrent s'kemi, telat e korrentit do të kalojnë sipër shtëpive, telet e Enver Hoxhës. Këto kushte plus dhe ato ekonomike i detyrojnë banorët të braktisin fshatrat.